Fal interesimit dhe angazhimit të zëvendës kryeministrës së qeverisë së Kosovës Emilia Rexhepi dhe përfaqësuesit të organizatës turke Tika Mahmut Xhevit, ku kjo organizatë përmes investimi ka mundësuar hapjen e një ambulante interne për anëtarët e organizatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës në Prizren, është organizuar një ceremoni ku morën pjesë edhe kryetari i komunës Shaçi Todaj, ambasadori i Turqisë në vendin tonë Sabri Tunç Angeli dhe të tjerë. Në emër të organizatës, falenderoj për këtë investim të rëndësishëm për këtë kategori të moshuarish, kryetari i saj Jusuf Vraniqi. Më lejoni që në emër të kryesisë dhe të gjithë pensionistëve të regionit të Prizrenit të organizatës komunale të pensionistëve dhe invalidëve të punës Prizren, të përshëndes ardhmjen tuaj në këtë ceremoni inaugurimit të këtij objekti ambulantës interne të OKP-s të Prizrenit. Hapjen e kësaj ambulante vlerësoi të rëndësishme dhe kreu i komunës së Prizrenit Shaçi Todaj, i cili u shpreh dhe falenderues për organizatën turke për realizimin e një projekti të tillë. Duke ju falenderuar zemërgjërsisë dhe katishmërisë Tikës në këtë rast, sot përorojmë këtë objekt apo këto shërbime të cilat tash mas do të ofrohen këtu në këtë lokacion, përmes drejtorisë së shëndetësisë dhe përmes drejtorit të QKMF-s, që do të përmirëson apo do të lehtëson sadopak situatën e shoqatës së pensionistëve. Të lumtur që po jetësohet kjo kërkesë e pensionistëve prizrenas, u shprehen zëvendës kryeministja Emilia Rexhepi dhe koordinatori i organizatës Tika Mahmut Xhevit, të cilët para 6 muajsh për këtë çështje kishin zhvilluar një takim me drejtuesit e kësaj organizate. Penzionera jako mi je drago što smo uspeli da realizujemo. Po ndjehem shumë e lumtur që ja dolëm të realizojmë këtë kërkesë tuajën, të cilën para 6 muajve kuptuam gjatë një takimi që zhvillova me ju, e rastisi të jetë edhe miku im Mamuti, nga Tika, e që ndoshta ishte fat për qytetin ton. Faleminderit që ja dolëm për të shprehur kujdesin ton për të moshuarit, të cilët ka nevojë për një gjë të tillë. Projelerden bir tanesi de bu. Një ndër projektet që kemi realizuar në sektorin e shëndetësisë është renovimi dhe furnizimi me inventar i kësaj ambulante për nevojat të pensionistëve, për të cilën gjë jemi edhe shumë të lumtur pasi kishte kërkesë direkte për një gjë të tillë. Këtë ngjarje gjithashtu e vlerësoi të rëndësishme si dhe bashkëpunimin mes shtetit të Turqisë dhe atij të Kosovës të komunës së Prizrenit, edhe ambasadori i Turqisë Sabri Tunç Angeli. Ndryshe në këtë ambulant do të kryen kontrolle mjekësore për anëtarët e kësaj organizate nga stafi i kujdesit parsor shëndetësor në Prizren.